Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 21 qershor, që bie ditë e diel, dita e Zotit, dita e kishërimit ton, vajtja në liturgjinë hyjnore dhe leximi dhe dëgjimi i shkrimeve të shenjta, por dhe bashkimi me Krishtin në misterin më të madh që ka kisha në fungatën hyjnore. Në këtë ditë kisha ortodokse lexon nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, kapitulli 5 vargu 1 deri në vargun 10. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas etave. Të shfaqsuar pra me anë të besimit kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Isu Krishtit Zotit ton, me atë cilë edhe patëm nëpërmjet besimit hyrje në këtë hir në cilën qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. Vetëm kaq, po mburremi edhe në shtrëngime, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbënguljen, këmbëngulja përvojën, përvoja shpresën. Po shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë, sepse ndërsa ishim akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të paullët. Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë, mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh me atë që kur ne ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Shumë më tepër pra, duke qenë tani të shfaqsuar në gjakun e tij, do të shpëtojmë nga zemrimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndin nëpërmjet vdekjes së Birrit të tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Pra, kjo është letra e apostullit Pavlit drejtuar Romakëve dhe le ta komentojmë sipas etrave: Shën Jan Gujarti, Shën Agustini, Shën Ambrozi Milanit, Shën Qirili i Aleksandrisë, por le të fillojmë me vargun e parë. Të shfaqsuar pra me anë të besimit kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Isu Krishtit Zotit ton. Shën Jan Gujarti thotë se apostulli Pavli tregon frytin e parë të shfaqsimit që kemi me Perëndin nëpërmjet Krishtit është paqja, fryti i Shpirtit të Shenjtë. Paqe me Perëndin, që do të thotë që ndërgjegja jonë nuk na akuzon më për mëkat dhe Perëndia nuk është më gjykatësyr. Mëkati si fillestar stogjëshor, por edhe ai mëkatet tona personale, kishin krijuar armiqësi midis njeriu dhe Perëndisë. Besimi në Krishtin dhe në veprat shpëtimtare të Krishtit, që na bashkon me anë të misterit të pagëzimit, na rikthen paqëtimi, sepse na jep ndjesën e mëkateve. Shën Agustini thekson se kjo paqe nuk është vetëm ndjenjë e brendshme, por një gjendje dhe një marrëdhënie e re me Perëndin. Pra, do dim se njeriu mbasi mëkatoi në kopshin e Edenit pati frikë të përballej me Zotin. Tashmë në Krishtin ky mëkat u shlye, u shfuqizua dhe ne nuk e kemi më frikë Perëndin kur ai përballet me neve. Shumë njerëz kërkojnë paqe në forma ndryshme, në negociata, në marrëdhënie, por dhe në luftë. Siç thuhet, nëse do paqen, përgatit luftën. Por kjo paqe gjithmonë është një paqe e rreme, afatshkurtër, sepse problemi është mëkati. Mëkati na ndan nga marrëdhënia me Perëndin dhe na armiqson me Perëndin, nga marrëdhënia me njëri tjetrin, duke na bërë armiq dhe me natyrën. Kështu që bota është një botë konfliktuale me luftra të vazhdueshme, sepse ka mëkat. Por apostulli Pavli na kujton se paqja e vërtetë dhe e thellë fillon kur njeriu pajtohet me Perëndin nëpërmjet Krishtit. Prandaj edhe Krishti, mbasi mbaroi veprën e tij shpëtimtare në kryq dhe u ngjall për së vdekur, u shfaq tek apostujt e i ngjallur dhe tha: paqja me ju. Këtë Krishti kërkon të na japi të gjithë ne besimtarëve në çdo kohë. Edhe brenda situatave dhe konflikteve botërore, edhe luftrave, siç fatkeqësisht ndodh dhe sot bota. Por le të flasim dhe për vargun e dytë, me anë të cilit edhe patën nëpërmjet besimit hyrje në këtë hir, në cilën qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. Patëm hyrje në këtë hir, për çfarë është duke thënë apostulli Pavli? Shën Ambrozi shpjegon se Krishti është porta përmes të cilës hym në hir. Ai e tha dhe vet: unë jam porta që hyn edhe del dhe gjen kullot. Pra, Krishti flet në mënyrë alegorike, por Krishti nëpërmjet veprës së tij shpëtimtare u bë porta për të hyrë në bashkim me Zotin, dhe të marrim energjitë e pakrijuar Perëndis ose që janë hirët dhe frytet e Shpirtit të Shenjtë. Pra, qëndroj të patundur në këtë hir tregon se besimtari nuk jeton më në frikën e dënimit, siç ishte përpara Krishtit, por në sigurinë e hirit hyjnor, që hiri hyjnor i siguron besimtarit që në këtë jetë sa ai është i pajtuar me Perëndin dhe nuk do gjykohet,
si tha dhe Krishti, ai që beson në mua nuk shkon në gjyq, por kalon në jetë. Jeta e krishterëve nuk është vetëm falje e së kaluarës, por hyrje në një jetë të re, ku hiri i Perëndis na mbështet çdo ditë. Por le të flasim dhe për vargun e tretë. Dhe jo vetëm kaq, po mburremi edhe në shtrëngime, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbëngulje. Mburremi edhe në shtrëngime. Jeta e një besimtari në këtë botë nuk është një jetë, si them, pa probleme, ose edhe paqja që i jep Krishti, nuk është një paqe që ne mendojmë që nuk do ketë konflikte të jashtme, përkundazi. Por këtu flitet për një paqe të brendshme, për një dhuratë të Shpirtit Shenjtë në zemrën tonë. Dhe shëno Gujarti vëren se Apostulli Pavli nuk thotë thjesht t'i durojmë vuajtjet që janë të pashmangshme në këtë botë, ku ekziston mëkati, por në këto vuajtje, duke mos i parë si ndëshkime, por si një terapi dhe si një mundësi për të luftuar dhe fituar, ne mburremi në to, thot Apostulli Pavli, dhe flet këtu për krishterët. Vuajtja në vetvete nuk është e mirë, ajo është pasojë e mëkatit, por Perëndia e përdor vuajtjen për rritjen shpirtërore. Pra, në një përballje me të keqen, në luftë dhe fitore, ne fitojmë dhe përvojën, por dhe, si them, shtojmë besimin, durimin dhe virtutet tjera dhe kështu dhe do marrim në një ditë kuror nga Perëndia. Sprovat nuk janë domosdoshmërisht shenjë se Perëndia na ka braktisur, se ndonjëherë na krijohet ideja sikur Perëndia nuk na do më kur na vizitojnë sëmundje, vështirësi, sfida, varfëri ose luftra e diçka tjetër. Shpesh ato bën mjeti me anë cilët ai formon karakterin tonë. Prandaj Apostulli Pavli thotë në një vend tjetër, çdo gjë bashkëpunon për të mirë për ata që duan Perëndinë. Këmbëngulja është një nga përvojat shpirtërore dhe në vargun 4 na thuhet konkretisht. Këmbëngulja përvojën dhe përvoja shpresën. Pra, si të kuptojmë? E të shojnë një shkallë ngjitje shpirtërore. Pra, shtrëngimi provon ose prodhon këmbënguljen. Këmbëngulja një virtut i provuar dhe ajo si përvojën dhe përvoja shpresë më të fortë në providencën hyjnore. Sepse kur ne këmbëngulim në sprova, në vështirësi, atëherë këmbëngulja ne na bën që të kemi një besim më të gjallë. Dhe kur e kalojmë atë sprovën, atëherë ne na rritet besimi edhe shpresa bëhet më e fortë në përkujdesjen hyjnore, se fjalën e fundit e ka Zoti. Këto i mësojmë neve në katekizmin dhe janë pjesë e doktrinës së kishës, por nëse ne nuk do t'i provojmë vetë ato në jetën tonë, ato do të mbeten thjesht teori. Prandaj, dhe Zoti lejon, sipas masës së besimit tonë, që të kemi sprova, që të qëndrojmë në këmbëngulje, të mësojmë dhe të provojmë përvojën dhe përvoja do të na shtojë shpresë. Besimi piqet, rritet nëpërmjet përvojës. Shpesh shpresa më fort lind pas betejave më të vështira. Dhe të gjithë neve kemi eksperjenca të tilla kur kemi kaluar një përvojë, atëherë ne kemi rritur më shumë shpresën tek Perëndia. Por le të flasim për vargun 5 ku na thuhet: por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë, që na është dhënë. Pra, në këtë varg Shënqëri Aleksandri mëson se fryma e shenjtë derdh dashurinë e Perëndisë në zemrën e njeriu. Pra, zemra e njeriu është shpirti njerëzor, është ajo, si them, qendra e njeriu, uni i njeriu. Kjo nuk është thjesht një njohuri intelektuale, por përjetimi i dashurisë së Perëndisë. Sot, për shembull, kur rrethana duken të errta, fryma e shenjtë që është e njëjta, na kujton se jemi të dashur nga Perëndia, pra nuk jemi të braktisur të lënë më njëherë. Kjo është baza e shpresës sonë. Kur Perëndia është me ne, kush do jetë kundër nesh? Dhe përvojat, pra që ne i provojmë gjatë jetës, na i shtojnë këtë shpresë. Dhe vazhdojmë lexojmë në vargun tjetër, vargun 6. Sepse ndërsa ishim akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të paullët. Pra, Krishti vdiq në kohën e tij për të paullët. Shënjora Gojarti thekson se Krishti nuk priti derisa njerëzit të përmirësoheshin. Pavarësisht se Perëndia i dha njeriu mundësi që ai të korrigjojë, i dha dhe ligjin popullit Izraelit, por dhe ligjin
natyror që e ka çdo njeri, prap njeriu mbeti në mëkatin e tij, pra nuk ndryshoi nga vetvetja. Por Perëndia nuk e braktisi njeriu, ai dërgoi Birin dhe fjalën e tij duke bërë bi njeriu për Shpirtin e Shenjtë dhe Virgjënës Mari, dhe Krishti u flijua si qengji i Perëndisë që shlyen mëkatet e botës. Prandaj Krishti erdhi kur njerëzit ishin të pafuqishëm dhe të humbur nga vetja e tyre. Edhe sot Perëndia nuk është se nuk na do, sepse jemi mëkatar, ai na do dhe kërkon na shpëtoj ndërsa jemi të dobët dhe mëkatar. Prandaj asnjëherë nuk duhet dëshpërohemi kur konstatojmë se jemi mëkatar ose kur bijem në mëkat. Perëndia nuk dyshon në dashurinë e tij, sepse Perëndia nuk është se ka dashuri. Perëndia është dashuri, thotë Shën Johani. Por ne duhet t'i japim mundësi dashurisë Perëndisë të veprojë tek ne nëpërmjet Krishtit, i cili mishëroi dashurinë e Perëndisë dhe e tregoi dashurinë e Perëndisë në flijimin e tij të përsosur në kryq. Vargu 7 na thotë: vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë, mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. Në këtë varg na tregohet dashuria e pakushtëzuar Perëndisë nëpërmjet Krishtit. Apostulli Pauli përmend dhe përdor një shembull njerëzor. Edhe sakrifica më e madhe njerëzore zakonisht bëhet për dikë që konsiderohet i denj, për një të afërm ose një njeri pozitiv. Pra, nuk mund të bëhet për njerëzit të cilët nuk kemi lidhje ose është një njeri i keq. Nuk ja vlen të sakrifikohen për atë, thonë njerëzit. Por ndryshe veproi Perëndia me ne. Dashuria njerëzore ka kufi, kurse dashuria e Perëndisë ka përcen të gjitha kufit njerëzor që ne i kemi ndaj njëri tjetrit. Dhe në vargun e 8 na sqarohet kjo. Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Pra, kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Ky është kulmi i argumentit të apostullit Pavlit për treguar dashurinë e Perëndisë. Shën Agustini e quan këtë provën supreme të dashurisë hyjnore. Pra, çfarë mund të bënte më shumë Perëndia për ne? Sa dërgoi birin e tij, gjithçka që ai kishte, dashurinë e tij. Dhe biri e tregoi dashurinë e tij jo vetëm për atin, por edhe për ne, duke pranuar një vdekje vullnetare në kryq. Perëndia nuk na deshi pasi u bëm të drejtë. Dhe sakrifica e Krishtit është ajo që na bën të drejtë. Nuk bëhemi të drejtë nga sakrificat tona. Edhe sot vlera jon nuk vjen nga meritet tona, por vlera jon është nga dashuria e Perëndisë që ka për ne, dhe këtë dashuri të Perëndisë për ne e tregoi Krishti në kryq. Si ta Krishti, a ka dashuri më të madhe se të japësh jetën për tjetrin? Kështu që asnjëri nuk mund të thotë se Perëndia është indiferent për njeriu dhe nuk na do, kur Perëndia ka treguar këtë dashuri në mënyrë sublime dhe Krishti po ashtu e tregoi këtë dashuri në kryq. Dhe ne gjithmonë sa shikojmë Krishtin në kryq, duhet kujtojmë dashurinë e Perëndisë për ne nëpërmjet birit të tij që e bëri bir njeriu dhe ai u sakrifikua si qingji i Perëndisë që shlyen mëkatet e botës, dhe kjo është dashuria e Perëndisë për njeriu. Dhe në vargun 9 lexojmë: shumë më tepër pra duke qenë tani të shfaqsuar në gjakun e tij, do të shpëtojmë nga zemrimi me anë të tij. Pra, të shfaqsuar me gjakun e tij. Mëkatet tona janë shfaqsuar me gjakun e Krishtit. Si thotë apostulli Petro, nuk kemi të shfaqsuar me aragjen, por me gjakun e Krishtit, qingjit të Perëndisë. Pra, është gjaku i Krishtit që shlyen mëkatet, sepse mëkati i njeriu lahet me gjak. Jo me gjakun e kafshëve, siç bëheshin therrore në dhjatën e vjetër, as me gjak njerëzit, sepse kafsha nuk ka mëkat, njeriu trashëgon mëkatin së gjyshor, por ka dhe mëkate personale, por duhet gjaku i Krishtit, ai që ishte i pamëkatshëm, por mori mbi vete mëkatet tona. Prandaj, gjaku i Krishtit i jep kuptim flijimit shpëtues. Shën Johan Gojarti thotë, nëse Perëndia bëri kaq shumë kur ishim mëkatar, sa më tepër do të na ruaj tani që jemi fëmijët e tij, sepse Krishti jo vetëm na fal mëkatet, por Krishti na bashkon me veten e tij në misterin e pagëzimit, sa
sa pak gëzuam me Krishtin u veshëm, aleluja, ne bëhemi Krishtër dhe kështu bëhemi fëmijë të adaptuar të Perëndis duke marrë shpirtin e Perëndis brenda nesh, që thret Abba o Atë. Kështu që besimtari nuk jeton në pasiguri të vazhdueshme që do të më shpëtoj apo jo Perëndia. Shpëtimi mbështetet në veprën e Krishtit, jo në forcat tona. Ky është dyshimi që ka krishterimi nga fetë të tjera. Fetë të tjera mbështeten në sakrifica njerëzore, mundime njerëzore, dhe gjithmonë ka një pikë pyetje, do më fal Perëndia apo jo? Kurse në krishterim nuk është kështu. Në krishterim Perëndia e ka bërë veprën e shpëtimit të njeriu. Njeriu duhet ta pranojë atë vepër shpëtimtare dhe kjo e shpëton njeriu. Pra ne nuk jemi shpëtuar sipas veprave, po sipas besimit në Krishtin. Që shpreh dashurisë së përsosur Perëndis për njeriu dhe për gjithë krijimin që u bë për njeriu. Por le të flasim edhe për vargun e fundit për sot, vargu i 10. Në fakt, ndërsa ishim armiq u pajtohëm me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Pra, pajtimi është një nga temat qendrore në këtë kapitull që ka shkruar apostulli Pavli, dhe Shën Ambrozi thotë se vdekja e Krishtit hoqi pengesën e mëkatit, ndërsa jeta e tij e ringjallur vazhdon të shpëtojë dhe të ndërmjetësoj për ne. Pra neve kemi, se shtohet Shën Johani, një avokat në qiell përpara Atit për mëkatet tona, por dhe për gjithë botës. Kështu që Krishti lutet për ne përpara Atit për ndjesën e mëkateve tona, duke paraqitur si ofertë gjakun e tij. Krishti nuk është vetëm ai që vdiq për ne, ai është gjallë dhe vazhdon të veprojë për shpëtimin ton. Pra, si ta kuptojmë në përgjithësi mesazhin e gjithë kësaj pjese? Sipas letërve të Kishës, ky fragment paraqet një zinxhir të mrekullueshëm. Kemi besimin që na çon në shpajtësim, paqe me Perëndin, marrim hire nga Perëndia, qëndrueshmëri në sprova nëpërmjet hirit, kjo na çon në shpresë, dhe dashuria e derdhur nga fryma e shenjtë na çon te shpëtimi në Krishtin. Pra, të gjitha këto janë një zinxhir harmonik për shpëtimin ton që fillon me besimin. Prandaj, duhet ta kuptojmë se siguria nuk gjendet në rrethanat e jetës që ne përpiqemi t'i kontrollojmë, por në dashurinë që Perëndia tregon për ne njerëzit nëpërmjet Krishtit. Dhe sprovat nuk e shkatrojnë besimin e vërtet. Kur ato pranohen me besim, ato bëjnë rruga për një shpresë më të thellë dhe përvojë më të madhe të hirit të Perëndis. Të dashur miq, vëllezër dhe motra më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot. Ju uroj një të diel të bekuar dhe miru takofshim në takimin tjetër.